kësaj vizite të Edi Ramës në Jeruzalem, që duhet të ka patur një ehon jo të pakët. Edhe për mënyrën se si ai bëri approachin dhe për mesazhet që ai kaloi, dhe me të vërteta mesazhe që ka përcjell pak dhe pozicionin e tij si kryeminist i një vendi shumë të vogël. Po sepse ne mendojmë se Jehona në këtë rast nuk i bën mirë një vendi si Shqipëria, dhe ta shpjegoj sepse. Në qasjen tonë ne mendojmë se qëllimi i këtij takimi mes Edi Ramës, dy kryetarëve të shtetit dhe Benjamin Netanyahu bazohet më tepër në nevoja dhe në interesa personale të dy kryetarëve të dy shteteve sesa në një marrëdhënie normale që zhvillohet me dy shteteve që mund të jenë partnerë, mund të kenë bashkëpunime në fusha ndryshme si thua. E them këtë gjë për shkak se nga njëra anë të gjitha manovrat politike që ka bërë dhe së fundmi Edi Rama, qoftë me nxitimin e madh për aderimin në Bordin e Paqes, qoftë me takimin me vajzën e presidentit Amerikës Donald Trump për çështjen e Sazanit dhe Zvërnecin, qoftë tani edhe në takimin që zhvilloi me Benjamin Netanyahu, duket qartë nga mbrapa që motivacioni i tij vërtet është fitimi, le të themi, kredos ose i një leve për të ndikuar pikërisht te presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me qëllim lehtësimin, le të themi, të çarkut që është vendosur nga sistemi i drejtësisë brenda vendit, që nga mbrapa dihet që ka mbështetjen e amerikanëve. Rrjedhimisht, e gjithë ky show mediatik në fund të ditës i shërben vetëm interesave personale të Edi Ramës, mendoj unë. Nga ana tjetër, Netanyahu është një person i cili akuzohet për krime lufte dhe krime ndaj njerëzimit për shkak të tragjedisë që ka ndodhur në Gaza, nga gjykata penale ndërkombëtare, jo nga unë, dhe është një person i cili aktualisht ndaj tij, le të themi, është vendosur një bojkot nga thuajse gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Mirë, thuajse. Thuajse. Ka dhe vende që Hungari e kanë pritur shumë mirë. Presidenti Trump e ka pritur disa herë në Shtëpinë e Bardhë. I ka shkuar pak javë më parë në të njëjtin protokoll. Pra le të themi, këtu problemi është që ta shohësh pak më gjerë. Sigurisht dilema është e fortë, them unë. Dilemat janë të forta. Unë thash vetë, sigurisht janë dilema të forta. Problemi është për te asaj që thoni ju që më duket mund të jetë e vërtet, fakti që mund ta përdorë për interpersonale, po kush nuk e ka përdorur. Po çështja është i bën keq Shqipërisë, po themi. Po pse i bën keq Shqipërisë? Po i bën keq sepse në momentin kur gjitha vendet e tjera të Bashkimit Evropian, po themi, kanë vendosur një bojkot Netanyahut për shkak të barrës së rëndë që ai mbart në këtë moment, si një person me akuza shumë të rënda. Ne jemi të vetmi si thua që aderojmë të integrohemi në Bashkimin Evropian, por nga ana tjetër i shtrim dorën. Të ngjashëm në raport me Izraelin. Edhe aty